Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe ndjekës të Top Albania Radio, Labirint në Tru dhe Tar TV në kanalin digital numër 10. Jemi futur në Mars, sot është data 1 Mars. Në besimin fetar katolik, andej nga viun, 1 Marsi është dita e verës. Qelin lulet, fillon trupi dhe ndihet më komfort me veten, hera herës me probleme, hera herës me shqetësime, hera herës me emocione, sepse ne biologjistë themi që riprodhohen qelizat e kuqe dhe të bardha të gjakut, ndërsa në gjuhën popullore flitet se po ndërrohet gjaku. Pra, merreni pozitivisht sepse është një proces jetësor biologjik që ndodh brenda trupit të njeriut dhe që të bën që ti të riprodhosh qelizat të cilat janë në normë në trupin dhe organizmin tuaj. Pse e fillova kështu sot Labirint në Tru? Sepse truri ynë na komandon në gjithë veprimet tona, por organi dytësor ose organi i rëndësishëm që komandon trurin është zemra. Dhe ne tani që jemi futur në Mars, zemra dhe truri kombinojnë më së miri jetën tonë, aktivitetin tonë dhe dashurinë për punën. Sot unë kam të ftuar 2 zonja të jashtëzakonshme për të folur për një temë shumë të ndjeshme. 2 zonjat që kam sot janë të dyja mami, për fat jam edhe unë mami, nuk ka gjë më të bukur se ti jesh mami dhe është misioni më i bukur në jetë. Por ne nuk mund të rrim vazhdimisht afër të vegjelëve tanë. Ndaj qerdhja dhe kopshti janë 2 institucionet që njeriu prek fillimisht pasi shkputet nga mami, sepse shpesh mamat duhet punojnë. Atëherë nga kopshti një rrugtim shumë i gjatë jetës tonë është deri tek shtëpia e moshuarve. A jemi ne empatik? A kthehemi ne në fëmijëri, nga fëmijë në qerdhë dhe në kopësht, arrim deri tek shtëpia e moshuarve në momentin kur rrugtimi jon është në një fazë tjetër të jetës? Pikërisht sot të flasim për këtë rrugtim, pra nga qerdhët në kopshtet deri tek shtëpia e moshuarve, me ato duart e vogla që dridhen kur ne fëmijën e lëm në qerdhë dhe në kopësht, po me këto duar të dridhura unë i kam takuar në shtëpinë e të moshuarve, shumë kush e etiketon si azili, por unë preferoj të them shtëpia të moshuarve, shtëpia që ka dritë, banesa jonë në të cilën shumë të moshuar me apo pa fëmijë takohen në jetën e tyre. Pikërisht për të folur për këtë temë, sot unë kam ftuar një nga zonjat e kësaj strehëze, të cilën unë para pak kohësh e kam vizituar, është Lili Sadaj. Faleminderit Zoja Gjoj. Lili Sadaj, mirë se erdhe. Nuk mund të rri pa thënë që jam shumë emocionuar dhe shumë e lumtur deri në infinit që kam një zonjë të madhe para syve të mi. Por për të plotësuar këtë temë, kam të ftuar edhe bashkëmoderatorën time, një ndër emrat më të mirë në tregun e qerdhëve dhe kopshteve në Shqipëri, pra ka themeluar kopshtin e parë në Shqipëri, Princi i Lumtur, dhe ajo është bashkëmoderatoria ime Eda Bano, e cila do e marr fjalën tani për ta çuar më tutje. Faleminderit Gjoj. Është shumë kënaqësi edhe për ne të dyja, si mua dhe Lilin, që të flasim që nga rrugtimi i parë që merr njeriu në jetë, që janë kopshtet e qerdhet, deri në fund të këtij rrugtimi që janë dhe shtëpitë të moshuarve. Po flasim si institucione. Unë tani dua të lexoj një letër, në qoftë se do më lejoni. Dhe pastaj të futemi në rolin tonë. Debatet në atë strehën tonë të vogël e të hershme s'kishin të sosur. Kisha ngelur qyqe e vetme që kur më vdiqim shoq, plot 15 vite më parë, me të cilin kisha pasur një jetë shumë mirësie e bukuri. Të vetmin djalë që kisha u përpoqa ta risja me shumë mundime dhe brenga, po ai ma ktheu shpinën, duke mi shtuar akoma dhe më shumë vuajtjet e mia drejt një pikëllimi të pafundëm. Pa ta menduar se me rritjen e tij mbiri dhe sidomos me martesën e tij, jeta ime e shkret do të zbutej disi nga hallet dhe rënkimet. Por ja që s'kishte qenë e shkruar të ndodhte ashtu. Dhembjes së humbjes së gjysmës time, i qeshtuar tashmë dhembja dhe përvolimi shpirtëror që më shkaktonin debate dhe përplasje të ashpra të tim mbiri me të shoqen e tij. Teksa një ditë
dëgjoj vendimin që kishin marrë të më hiqnin qafe për në azil, pasi për ta isha e tepërt. Kur se kisha menduar një fund të tillë, shtriesha në atë strofkullën time të vogël duke qarë me dones. Për vite me radhë kisha qarë për humbjen e gjysmës time. Dhe tani, lotot më përvëlonin sytë dhe më digjnin shpirtin. Këmbët më dridheshin, i tërë trupi im përshkroi nga ethet të frikshme dhe të pa shpirta. Më duke sikur venat e fytyrës po më pëlqisnin dhe kullonin gjak. Pas disa ditësh, më sollën pikërisht në atë humner të padëshirueshme. Këmbët më merreshin dhe sikur më ngatroheshin, kundërshtonin me forcë të më shtynin aty brenda, por ja që isha e pafuqishme të ndryshoja vendim. Një tjetër dritare jete ishte çelur përpara meje, por këtë herë akoma më e stertë, më e zymt, më e kopshme. Qielli rëndonte mbi mua si një plumb. As dielli sarinte dot të ngrohte sadopak shpirtin tim të akullt që kishte shkuar deri në tretje të trupit tim. S'doja ta pranoja që kisha mbërritur deri në këtë pikë. Ku ishte ajo energjia ime e dikurshme? Ku kishte humbur ajo buzëqeshja ime karakteristike, të cilën ma kishin zilit të gjithë? Isha e destinuar të humbisja dhe të tretesha në çdo qeliz dhe famëkeqe të trupit tim që të kurrej nga çasti në çast. S'më kishte ngelur asnjë fuqi të belbëzoja, qoftë dhe ndonjë lutje të vogël nga dhënjuese, që ta merja si një dritës të mekur që riri të përhumbesha në natën e stertë drejt vegimeve që do më bënin të kuptoja se cila isha tani. Lili, shumë e dhimbshme kjo letër, ë? Një këndvështrimi çuditshëm ose le të themi këndvështrimi se si një grua e shikon që fëmia saj po e çon në azil në shtëpinë e pleqme. E dashur Eda, nuk jam dakord me këtë pjesë, sepse duhet të dini një gjë, sepse janë bërë dhe si tabu azilet, tingëllojnë shumë rand. Unë të paktën flas për qendrën e përkujdesit që unë menaxhoj prej 18 vitesh dhe nuk jam fare dakord, domethënë me atë që sapo dëgjova, se mu duk si gogol në një stres të ftohtë. Jo zemër, është gabim, sepse ato prindër që na kanë rritur me shumë sakrifica, ka ardhur momenti që t'i jepet shpërblimi nga fëmijët. E para, emigracioni ka bërë punën e vet, që fëmijët janë të larguar. Më kupton? Dhe e dyta, në momentin që prindi nuk është në gjendje të kujdeset për veten, është më mirë ti çosh në një qendër për kujdesje, që do të thotë ka shërbim 24 orë me 24, ku ka një mjek të përgjithshëm, kur ka një punojse sociale, kur ka një staf të kompletuar dhe të specializuar në këtë fushë. Po, Lili, dua të bëj vetëm një ndërhyrje të vogël. Po, patjetër. Këtë letër na ka dërguar një person që është në një qytet të Shqipërisë, jo në Tiranë. Dhe e lexuam për faktin që jo të gjithë e përjetojnë njësoj. Unë tani dua të ngacmoj pak. Po, patjetër. Kur të ftuam, ke parasysh unë kam vizituar qendrën tënde, që është rrezja e jetës, rrezja e dritës, rrezja e gjithë të moshuarve në atë stres. Dhe unë kam parë se çfarë pune të jashtëzakonshme bën ti me të gjithë pjesëtarët e banorët e asaj rezidence, por a e përjetojnë të gjithë njësoj? Ka që ndjejnë kur fëmijët i lënë dhe e kanë i ngjajnë kësaj letre deri diku, se unë jam dakord me shpjegimin tënd që ti si dakord? Kur vina, a janë të janë në çfarë gjendje janë ata kur vinë? Çfarë gjendje shpirtërore janë kur kanë fëmijë? Atëherë më lejoni t'ju shpjegohem. Të paktën nga eksperjenca ime prej 18 vitesh. Më kupton? Aty jo se të gjithë vinë me dëshirën e madhe, se askush nuk don që të largohet nga shtëpia. Mirë po, duke u socializuar, duke patur shoqëri, duke marrë dashuri, ato kanë arritur sa i thon fëmijëve, ikni tani se janë bërë me vajzë, ikni tani se jeni bërë me motër, më kupton? Sepse ato duan shumë dashuri, ato të shikojnë në dritë të syut, sa futesh brenda, në rast se merr dashuri. E di pse kemi bërë krahasim me kopshtet, sepse në këtë moshë një i lën edhe prindërit. Njësoj ju dridhen duar, njësoj kanë ndjesinë e emocioneve, njësoj, siç thotë Eda,
dikush i lën në këtë stres, në këtë banesë dhe tjetër gjë është mënyra se si trajton ti, që është e jashtëzakonshme dhe unë kam ndërtuar një koncert para ca kohë aty dhe jam emocionuar më shumë se kur sepse ato dëdonin më shumë se familjarët e tyre, duhet ta shprehim këtë, por ka dhe rezidenca që nuk është kujdesi maksimal, ne duhet i prekim dhe problemet, sepse ky është në fund të ditës qëllimi i labirint në tru. Kush janë labirinthet e errta që ndonjëherë këto qendra? Më dëgjoj Lilin, atëherë unë dua edhe bëj thirrje që cila do apo cili do hap qendra sociale, qendra për kujdesi, duhet të mendoj që ka ardhur në jetë nga dy prindër. Të mendoj sikur të jenë prindrit e vet biologjik. Në rast se nuk e kanë këtë mendim dhe nuk e zbatojnë këtë mendim, mos ta hapin. Më kupton? Mos ta hapin. Sepse shpesh unë për veten time kam bërë këtë deklaratë te fëmijët e mi. Në moment që unë nuk do jem gjendje tu shërbej atyre prindërve, atyre rezidentëve që gjithsecili më ka lënë amanet, sa ajo është një amanet që dikush vjen ta lënë në derë. Dhe amanetin thuhet që nuk e tret dheu. As dheu. Pra ne po marrim një shembull të mirë apo jo, Xhoi? Pra është një shembull që kështu duhet të trajtohen dhe kështu duhet të sillet çdo lloj institucioni i të moshuarve në këtë formë. Sepse shpeshherë dëgjojmë edhe gjëra jo të mira. Edhe unë kam dëgjuar gjëra të tilla. Më kupton dhe friksohen, edhe kur më marrin, që interesohen, dua të sjell mamin, dua të sjell babin me shumë lot, me shumë dhimbje, interesohen edhe thon Lili më ke bindur, vetëm në mënyrën e komunikimit, edhe pse kemi dëgjuar shumë fjalë të mirë, edhe unë prap i le porosi, mos dëgjoni se çfarë ju thot Lili, hajde prekeni me dorë, hajde shikojeni me sy të lirë. Po si shpjegoj? Dua të bëj një pyetje. Një herë me një të afërmën time, shumë të afërt, shkuam për të regjistruar në qendër shëndetësore për qendër për pleqt, për të moshuarit. Një të afërmin ton, po shumë të afërm. Dhe pikërisht në zyrën, sepse po flasim për një qendër shtetërore, zotria që punonte aty, kur ne të dyja i tham, po interesohemi që të vendosim në shtëpinë të moshuarve babain ton, ai tha, po edhe un kam baba dhe nuk e çoj atje. Po ndërkohë si unë dija në ato momente. Ne të dyja që ishim shumë të afërta, u stepëm dhe bëm një hap pas. Në fakt, ashtu ishi situata që neve duhet të vendosnim të afërmin ton në një shtëpi të moshuarit. Lili, dhe Eda, për një minutë dua 3 labirinthe, sepse podcasti ynë ka titullin Labirint në tru, që një moshuar kalon gjatë 24 orëshit. Pra çfarë mendon? Je futur ndonjëherë në labirinthet e trurit të një moshuari? Po patjetër, jo ndonjëherë. Po në çdo moment, duhet t'jesh me to, se në rast se nuk i kupton, nuk ja psikologjisë trurin, është kot. Ato me zor të presin, të shikojnë në kokër të syrit. Pra ndodh që një ditë qeshin, ditën tjetër në çaj. Po mund të jenë dhe të mërzitur, është e vërtet. Edhe unë i afrohem. Sado që ti ken kushtet e mira. Po, edhe unë i afrohem, çfarë ke, pse je mërzitur, çfarë halli? Kush të ka cënuar, kush të ka thënë, kush të ka mërzitur, thuaj Lilit, unë jam goca juaj, unë jam gjithçka për juve. Çfarë ke, të dhem diçka, se po ti shoh sytë tu i sot që nuk sa e bukur të shikosh nuk po qesh të tilla Lili. Edhe vet vajza në shtëpi në fakt shpeshherë nuk ka kohë ta bëj këtë gjë. Zemër unë jo se do prindin, po nuk ka. Unë me sinqeritet ju a them, është familja biologjike, ajo e para, dhe pastaj ajo është familja ime e madhe, që unë e them me plot zë dhe me plot shpirt. Që ke familjen tënde dytë. Më kupton, ajo është familja ime e madhe. Por me këtë shprehje po shkojmë pak në publicitet. Faleminderit Lajthiza që na mundson Labirint në tru. Rikthehemi në pjesën e dytë Labirint në tru me zonjën Lili Sadaj. Lili, ti the shumë fjalë bukura. Sigurisht që Labirint nuk ka si mision vetëm të nxjerrë anën e bukur, por Labirint do të shohë edhe ato skutat e errta të trurit të një personazhi. Keni histori për të ndarë me ne sot para se të kalojmë te intervista individuale, sepse un jam në fakt shumë e lumtur që të kam në panel sot. Unë e dashur dhe e nderuar dhe e respektuar Zoja Xhoi, kam shumë histori për të thënë.
se 18 vite nuk janë pak. Sigurisht. Kështu që kam prekur situata nga më të ndryshmet, nga më të dhimbshmet, nga shumë situata që domethënë unë i kam akoma në memorien time, edhe pse vitet kanë kaluar. Do të tregoj një histori, domethënë që sinqerisht domethënë ka ngel thellë në shpirtin tim. Dikur para 8 vitesh më vin 2 vajza. Njëra jetonte në Kanada dhe tjetra ishte në Belgjik. Ishin vajza të rritura nga një prind, sepse e jema e kishte lënë të jatin në moshë të re. Vajza shumë të mira. Dhe ai një baba shembullar, njëri domethënë që thash ka lënë shumë gjurmë te unë. Erdhën si fillim që ta shikonin qendrën. Ishte koshient. Sa më jepte mua mend. Kam mësuar shumë nga i Zotëri. I thash mirë se erdhe, prita, ulëm aty në bar, pim ka një kafe, tha nuk kam ardhur që të rri, kam ardhur që të shikoj. Dhe pastaj do vendos. Patjetër, i thash. Vetëm mendoj, thash, që 2 vajza i ke dhe unë jam vajza e madhe, se ishin më të vogla nga unë në moshë. Jo, tha, unë vetëm 2 vajza kam. S'ka gjë, i thash. Ti kesh me jetë, unë do të shërbej në rast se do të vish te unë. Në rast se do besohesh që të vish të jetosh me mua. Të bashkëjetojmë bashkë në këtë shtëpi të madhe. Ta shikojmë, tha. Mbas një jave më marrin vajzat. Babi e ka vendosur që të vi të jetoj me juve Lili. Faleminderit, i thash që po ma besoni. Sepse mendo t'i rrisi 2 vajza vetë pa nën, domethënë të se t'i shkolloj, t'i drejtoj, edhe kur mendon domethënë që në një moshë që i do pranë dhe ato për të mirën e babait, që ai mos ishte vetëm në shtëpi fillikat, menduan dhe zgjodhen këtë. Sepse socializimi në qendra të tilla shumë i madh dhe shumë. Po, patjetër. Dhe erdhi, filluam, bisedonim, bënim muhabet, kalonim ditën. Domethënë shumë mirë çdo gjë. Domethënë mbas 2 vitesh shoh një zverdhje në fytyrën e xhaxhit. I thash mjekës qendrës, thash nuk po më pëlqen. Ka një gjë që s'shkon, po. Ka diçka që s'shkon, i thash. Dhe mjekja shumë korrekte, tha Lili, tha, unë nuk shoh gjë me sy, duhet patjetër ta çojmë në spital. Lajmërojmë urgjencën, vjen urgjenca, njëkohësisht kontaktova dhe me vajzat, ja thash situatën dhe i thash meqense juve jeni jashtë Shqipërisë, unë nuk do ta le në shirë të fatit, do ta shoqëroj unë dhe bashkë me mjeken neve në spital. Shkuan në spital dhe sapo i bën ekzaminimet, i doli në skaner që vuante nga një smundje akute, që domethënë jeta e tij ishte në përfundim, e menjëhershme. Është akute, na than mjekët. Lajmërova vajzat, thash duhet vini në Tiranë. Thash këtu është situata dhe ato shumë korrekte erdhën. Mirë po ai çdo ditë, domethënë edhe pse neve me mjekime, me të gjitha gjëra, domethënë si lamaz gjë mangut, më kupton, të gjitha shërbimet ja afronin më aty në qendër. E pash që çdo gjë po zbehesh. Se vajzat erdhën, denjën dhe u larguan. Ama në momentet e fundit, domethënë në ditët e fundit që ai ndodhesh, i thash vajzave duhet vini urgjent, se nuk pret puna. Patjetër Lili dhe të 2 vajzat domethënë prejnë biletat dhe u gjindën domethënë aty. Mirë po t'ju tregoj dhe këtë që domethënë më ngeli në tru. Përmbylljen e historisë. Dhe i thash Xhaxhi, i thash duhet bëjmë një dush se të lehtëson. Po unë doja të arrija atë çfarë kërkoja nga i Zotëri. I thash do më lejosh, i thash ti bëj unë shërbimet, që do të thotë ti bëja unë dush vetë. E mora, e futa në dush, pa ai ishte mendërisht në rregull, më kupton?
Dhe i thash pa merak se do të hudh robnishanën direkt sa të heqim rrobat. Mbarom dushin, i hudha robnishanin. Sikur të kishte më shumë njerëz si ti kjo botë. Sinqerisht, do me thënë nuk shtoj asgjë. Shoh shumë lot në sytë tu tani, por gjitha janë të vërteta. Në moment bie telefoni. I thash mere, se po e merr vajza, se s'dua të përmend emra. Tha Molini, tha se jam me Mother Teresën. Në fakt e konfirmoj unë që e kam vizituar atë qendër, rrezet e dritës e të jetës, që u ke dhënë jetë dhe dritë atyre të moshuarve, dhe ai lot i bukur i yti, qoftë i vërtet për gjithë shqiptarët dhe kudo janë në përbot të kujtohen që ka në Shqipëri qendra të tilla rezidenciale. Dhe të shtohen sa më shumë njerëz që punojnë me zemër. Njerëz si ti, sepse ne në këtë podcast kemi dashur që të promovojmë vlera dhe njerëz të tillë. Prandaj ne jemi kaq të lumtur, të emocionuar dhe ne bashkë me ty, sepse kot nuk tham që lindim, shkojmë në qerdhe dhe në kopsh dhe streha ku pastaj gjejmë familjen e dytë është streha. Dhe dashur Gjoj, erdhën vajzat, mbërritën dhe më thanë do të zem hotel. Se neve pra të punë kemi ardhur. I thash në asnjë mënyrë s'do zini hotel. Po, do vini. Do rrim këtu se keni ardhur për babin tuaj. Të kjo është shtëpia e fundit e babit tuaj. Kështu që në asnjë mënyrë hotel. Sa ndjeshme. Dhe sinqerisht, do me thënë 10 ditë ato kanë bashkëjetuar aty me ne gjithë bashkë. Dhe në moment që ndroi jetë, Lili na ka prekur shumë, por ne nuk mund të rrim pa të bërë edhe një intervistë individuale për jetën tënde. Patjetër. Eda, sa ke lënë nga shpirti yt në azil? Si ka qenë ky rrugtimi juaj? Se thatë që kam 18 vite që punoj atje. Pra, ti ke lënë dhe diçka nga vetja atje, sepse duket pasioni që ti ke dhe përkushtimi. Dhe kjo është një gjë shumë e rrallë. ndoshta gjëra pikante tani, për një minutë, sepse s'duam të humb intervistën. Unë nuk kam lënë asnjë gjë, sepse në fund të ditës unë kam fituar shumë zemra, shumë njerëz. Shikon Eda. Kjo është fitore më e madhe, sepse në fakt kur ti e dashuron punën, ti s'punon as i ditë faktikisht. Ti e ke me zemër atë gjë. Unë jam në çdo moment me ta. Këtë të ma besoni. Jam në çdo moment me ta. Është në shërbim të atyre dhe në shërbim të tyre dhe ato janë amaneti im që mi kanë lënë familjarët. Edhe tani përpara se të fillonim emisionin, Lili thoshte, e ka mendjen atje, e ka mendjen të ngritur, pyeta mjekën, pyetja punonjësen, ja njerëzit e përgjegjshëm pra. Kjo është. Lili tani dua të shoh edhe një lot dashurie të sytë tu. Dy fëmijët e tu dhe bashkëshorti, si kanë qenë në marrëdhënie me biznesin tonë, sepse unë i njoh fare mirë për arsye se kam punuar diku ku të dy e kemi pasur shumë për zemër personin që do flasim më poshtë, por të dy fëmijët e tu, sa të kanë mbështetur, sa të kanë ndejtur afër për të qetësuar kur ti ke pasur një lot në sy për shkak të atyre personazheve që ti i mirë trajton dhe kujdesesh në mënyrë të jashtëzakonshme për ta. Atëherë dua t'ju them që familja ime ka qenë shumë mbështetje, se unë në fillimet kur e hapa qendrën, domethënë lash një vajzë 15 vjeçare në Tiranë vetëm, në shtëpi domethënë, se kam bashkëjetuar 2 vjet me ato të moshuar, që do të thotë ditë natë. Dhe unë me bashkëshortin tim, domethënë kemi jetuar me ta. Dhe djali, dhe vajza, dhe bashkëshorti edhe prindrit më duket, se më that një sekret që parë që ke pas edhe prindrit. Prindrit i kam pas edhe do doja ti kisha akoma. Më kupton? Duhet t'ju them dhe diçka që më tha babai im, sepse unë qendrën e kam te pronat e babait tim. Dhe kur e mora atë tokë dhe mendova që të bëj një shtëpi për të moshuar, dhe në momente që neve kemi hedhur themelet, babai më tha, bie babës, e ke menduar mirë? Sa bukur, po. Çfarë i thash unë? Jo, që do të bësh qendër për të moshuar. S'është përgjegjësi e madhe. Duhet të dish diçka, bie babës tha. Plaku është sa një mal. Do jesh në gjendje shpatullat tuaja të mbajnë këtë peshë. Të mbajnë këtë peshë. Dhe këtë përgjegjësi shumë të madhe. Më kupton se është përgjegjësi shumë e madhe, tha.
I thash, babe, shqyqur Zotit, i ke marrë motrave dhe vëllezërve nga një copë, nga vetja dhe më ke bërë shumë të madhe dhe do ta përballoj. Dhe unë nuk kam kthim brapa. Që janë shumë të dashur për mua dhe për ty, janë Moza dhe Ylli Ndroqi. Dua një përmbledhje për këto dy personazha me zemër shumë të madhe, sepse i kam njohur në marrëdhënie pune. Shumë bukur po flet dhe të falenderoj, domethënë dhe të respektoj për mirënjohjen që të karakterizon, sepse njeriu kur ka mirënjohje i ka të gjitha virtytet. Dhe unë Yllin Ndroqin edhe Mozën e kam pas mbështetje një lloj si familja ime. Di që Moza vazhdimisht sillte ndihma, ushqimeve, shëmbatje vazhdimisht. Moza është e jashtëzakonshme Moza. Moza është e veçantë. Ylli është njeri që siç ka emrin ashtu është në shpirt. Ka yllin në ballë, vërtet. Më kupton, kështu që njerëzit e mirë njihen në ditë të vështira. Ai ka qenë mbështetja ime më e madhe që më ka thënë Lili mos u dorëzo. Unë doja ta cekja këtë gjë, sepse niseshin shumë pako për shtëpitë të moshuarve dhe shtëpitë e fëmijës, kështu që unë duhet ta cekja këtë bamirësi të Mozës që e ka bërë ndër vite. Faleminderit Moza dhe Ylli Ndroqi që e keni mbështetur Lilin dhe mua në gjithë rrugtimet tona. Dhe vazhdon ta bëj. Tani Lili, ne e kemi si zakon që ndajmë dhurata. Unë e kam për zemër që në fillim të muajit, që është data 1 mars sot, të dhuroj një gjë shumë të veçantë nga Enzo Attini. Ndaj faleminderit që ishe pjesë e podcastit dhe bashkë me Enzo Attinin do të dorëzojmë. Shumë faleminderit dhe një portret nga kuratori i Labirint në Tru. Merri syzet një herë, vendosi sepse duam të dim atë kemi gjetur atë të duhurën, a? Shumë faleminderit. Nuk di, më fal një emocionet. Meriton më shumë se kaq. Mund t'i provosh pak se duam të dim atë të gjetëm për masën e duhur. Enzo Attini, faleminderit që na i kuron në personazhet. Sepse ti gëzosh. Shumë faleminderit. Edhe portretin e Endri. Kemi edhe një portret nga Endri për ty, kuratori i Labirint në Tru. Shumë faleminderit. Publicitet dhe rikthehemi pas pak me Labirint në Tru. Rikthehemi me Labirint në Tru, është e diel, shqiptarët janë në udhtim bashkë me familjet e tyre, sigurisht që diskutojnë patjetër për qerdhet, për kopshtet, për shtëpitë të moshuarve, për jetën e një njeriu që është një rrugtim i shkurtër, ndonjëherë sa hap e mbyll syt. Tani unë kam përballë moderatoren, miken, bashkëkollëtaren time në podcast Labirint në Tru, zonjën Eda Bano. Eda Bano, mirë se erdhe në Labirint në Tru, sot në rolin e intervistueses. Të falenderoj shumë Joy që midis shumë njerëzve që ti mund të kishe ftuar për të folur rreth këtij rrugtimi ose kësaj eksperience të kopshteve dhe të çerdheve, më zgjodhe pikërisht mua. Sepse ti e meriton, se podcast Labirint në Tru, pa ty dhe pa Top Albania Radio nuk realizohesh e dot. Ti ke qenë me kopshtin Princi Lumtur një ndër sponsorat general të këtij podcasti. Dhe kjo është një vlerë shumë e madhe që unë du ta theksoj, madje që në fillim ke thonë që mua nuk më duhet publiciteti, mua më duhet që të shërbej vendit, me të ftuar, me personazhe, me tema, dhe her pas here mua më ke mbushur me dashuri sepse ke thënë gjëra shumë të vërteta. Por para se të kalojmë të pyetjet, një bio e shkurtër e lexuar nga Gjoj Jakaj. Unë nuk lexoj bukur sa Eda, por interpretoj në këtë rast. Po ta dëgjojmë. Eda Bano, moderatorja e podcast Labirint në Tru, është diplomuar fillimisht në inxhinieri ndërtimi, Universiteti Politeknik i Tiranës, cilin unë kam shumë për zemër sepse është ndër universitetet më të mira në Shqipëri, të them drejtë. Edhe unë gjithashtu sepse më ka bërë inxhiniere. Eda zgjodhi pastaj pasionin e saj të vërtet, duke themeluar kopshtin Princi Lumtur, ku prej 18 vitesh punon me përkushtim dashuri. Nëse e pyet Edën, a ke punuar ndonjë ditë? Jo, thot, s'kam punuar asnjë ditë në jetën time. Asnjë ditë nuk kam punuar, dhe duken besoj. Eda duket
por nuk është se gjithçka e ka lule siç është vetë Eda, sepse Eda lule bën vetë jetën, është gjithmonë e lumtur, emocionuar, ka emocione pozitive, transmeton mirësi, empati. Nëse s'kemi emocione pozitive, nuk mund të punojmë dot as me fëmijët, apo jo? Udhëtimet janë pasioni tjetër, sepse unë nuk dua vetëm thjesht ta lexoj CV-n e Edës, por dua dhe ta bëj bashkë bisedim. Ka udhëtuar në 7 kontinente dhe ka prekur 121 shtete deri tani, se shteti i fundit ishte para një javë. Duke mbledhur përvoja që e kanë pasuruar shpirtin e saj. Shiko, çdo udhtim është një pasuri, një galeri e jashtëzakonshme. Shteti i fundit që ta korrigjoj një çik, se këtu dalim te pika ime më e dashur. Po. Nuk mund të quaj një shtet që kam qenë disa herë, për shembull ishte Hungaria, Polonia, se bëra një tur me makinë. Shteti i fundit që unë po planifikoj është Uzbekistani. Kështu që shpresoj shumë nga java tjetër. Atëre besoj po marr që tani leje. Besoj që lejen do ta kesh patjetër. Faleminderit. Ajo që duhet të cilësoj dhe ta marrin vesh të gjithë, se shpesh herë unë e Eda, nga që jemi personazhe televizive, personazhe shumë të qeshur, që kurohemi bukur, na pyesin a jeni të martuara? Po të dyja jemi të martuara. Madje Eda është 4 herë e martuar, po me të njëjtin burr. Unë dua ta filloj këtu. E si është martohesh Eda 4 herë me një burr, se mua duket e tmerrshme. Unë nuk e bëja dot. Është shumë bukur të siguroj dhe madje të sugjeroj që ta provosh, sepse ripërtërihet nëse zvenitet diçka, do me thënë se dihet që ditët vinë edhe po zbet, po ajo rutina e përditshme e punës, e problematikave që dalin gjatë ditës, dhe ti pastaj bën një martesë edhe harohen gjithë ato se ti do merresh me programimin e martesës apo jo. Po ku do shkosh, po ku do ta bësh? Sa do lumturoshin gocat e mia, po të bëja edhe një martesë, por nuk kam mend Eda. Po jepja këtë kënaqësi, se të premtoj që edhe fëmijët e mia lumturuar shumë disa herë kanë qenë prezent në martesën time. Dhe ajo çfarë kam vënë re tek Eda, ne na ka njohur një program i mentorimit të dhoma ekonomike gruas, që ne nuk mund të rrim pa e falendëruar Antonela Hakon dhe dhomën ekonomike të gruas. Absolutisht. Tani vazhdon një master në drejtim arsimi dhe kryesisht për kopshtet dhe qerdhet, gjithmonë tek e profilizuar sepse duhet edhe tek stacioni në të cilën ti je edhe investuar dhe fokusuar financiarisht gjatë gjithë jetës tënde, prej 18 gati po bën 19 vitesh, dhe normalisht edhe ky master ty të shërben, por ajo që vëre tek ti Eda është pasioni jashtëzakonshëm për librat, për të lexuarin, për mendimin, shpeshherë të kupton shumë mirë, je një për zotin je shumë psikologe Joy, domethënë ti e kupton njeriun, për shkak këtë pasionin tim për librat, nga e ke kuptuar? Vërtet lexoj shumë. Unë shkruaj në darkë, në grup, në podcast, por përpara se kur kemi qenë te programi mentorimit, unë e kuptoja që ti gjithmonë vije përgatitur dhe unë e kam thënë në intervistë, asnjë nga studentet e mi 20 deri 22, 3 ose 24 nuk kanë atë dëshirën, atë emocionin pozitiv për t'i mësuar gjërat nga aja të zhëja si ka brezi, po themi 35-40 se aty jeti zemra ime. Përgjegjshmëria, do me thënë të jem e përgjegjshme 1 dhe ti marr gjëra seriozisht 2, janë 2 pikat e mia të forta. Gjithmonë dhe kur kam punuar me të huaj, pasi kam përfaqësuar dhe tim shoj si inxhinier ndërtimi që jam, ata më thoshin që ti je shumë e organizuar dhe vërtet shkoja gjithmonë e përgatitur. Dhe kjo ka të bëjë shumë edhe me punën që bëj, apo jo. Pra, të merresh me fëmijë duhet të përgatitesh në radhë të parë. Nuk është një punë e lehtë. Po Eda, tani do lidhim temën. Tema e sotshme jo më kot është të zgjedhur Eda me Lilin, sepse jeta e një njeriu, rrugtimi i një njeriu është sapo del edhe më pëlqeu shumë. Sapo del më emocionove shumë kur the, është ndër temat më të bukura dhe më të ndjeshme. Njeriu ka një rrugtim të gjatë. Duart e tij, thamne, e dridhen, emocionohen dhe syt përloten kur mami e lë në kopsht ose babi e lë në kopsht. Dhe gjithashtu ndjesi përjeton një i moshuar kur fëmia nga ana tjetër e dorëzon tek një institucion si institucioni. Pra si është ndërtuar jeta e tillë? Këtë dua të di, domethënë a mos mënyra si edukojmë fëmijët ne që në kopësht, në klasë parë, në shkollë me radhë,
përgatisin një personazh të mbarsur me dashuri dhe që pranojnë çdo lloj sfide në jetë në moshën e tretë. Është e vërtet që mosha e fëmijërisë është ajo që vendos faktikisht për të ardhmen e çdo secilit individ. Pra, shpeshherë shumë dhe e thonë edhe shumë psikolog, sociolog, Maria Montessori ka theksuar që vitet e para të formimit të njeriut janë ato më të rëndësishmet, vendimtarët në jetën e tij. Megjithatë, përpos kësaj nuk duhet të mbërthehemi në burgun e fëmijërisë, sido që të ketë kaluar ajo. Pra, njeriu ka atë forcën dhe atë kurajon e tij që të zbërthehet nga vitet e fëmijërisë. Pra, nëse ai ka dhe ecën përpara dhe shikon përpara, punon për veten e tij, studion, mëson, atëherë ai përgatitet për një jetë shumë të mirë. Përpos sfidave që jeta sjell. Se si përfundon njeriu në fund, pastaj këto janë trillet e fatit. Askush nuk e di, askush nuk e përcakton dot, Joy, se si ti mund të përfundosh. Eda, unë dua të ndërhyj pak në këtë pjesën e kopshteve. Unë kam drejtuar një institucion vuajtjes së dënimit dhe për fat të keq them që 2-3 herë kanë ardhur disa personazhe që kanë pasur të bëjnë me qerdhet edhe kopshtet dhe unë jam ndier shumë e trishtuar në këto momente kur ato i kanë pritur, sepse një vajzë, një grua, një femër gjithmonë duhet të ndiejë empati të jashtëzakonshme për fëmijën e tjetrit. Për ndryshe mos ta bëj. Si e ke ndërtuar ti dhe çfarë ke pasur parasysh kur ke zgjedhur stafin e kopshtit Princi Luka? Kjo është një pikë shumë delikate, të themi drejtën, dhe sa më shumë kalojnë kohët, aq më delikate bëhet. Për shkak sepse nëse njerëzit nga natyra e tyre janë shumë të ndjeshëm për fëmijën. Ne mund të flasim për gjithçka, mund të flasim për një veshje, mund të flasim qoftë edhe për prindërit, siç kishte zonja përpara azilin ose shtëpinë të moshuarve që menaxhonte. Ama kur vjen puna për fëmijën, askush nuk fal. Pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm. O duhet ta bësh të punë me empati, me dashuri dhe me ndjenjën e përgjegjësisë së madhe, ose nuk duhet bërë. Përveç arsimimit dhe diplomës, kush është kriteri kryesor që ti zgjedh punojësit? Është në fakt unë kam vite dhe i them punojësve të mia 12 plus shpesh herë, sepse unë kam shumë vite dhe kam një staf shumë të qëndrueshëm dhe duken në fakt është e vërteta. Pra është i rit në kokë, i qëndroj pranë në momentet e para derisa ato japin provën, sepse ti nuk mund t'i besosh askujt sot, por kjo është një temë jashtëzakonisht delikate. Pra nëse unë, si të thuash, kam dy thinja në kokë, i kam për kësaj pune, sepse siç e the edhe vet, nuk është rruga e shtruar me petale trëndafili. Neve kemi kaluar shumë sfida. Gjithashtu është edhe diçka që ndodh, që në qoftë se në një institucion fëmijësh, kopshte apo çerdhe, diku në kin ndodh një ngjarje, ajo transmetohet dhe opinioni publik bëhet shumë i ndjeshëm. Shumë i ndjeshëm. Pra, në qoftë se ti elmohesh në një lokal, opinioni publik nuk është i ndjeshëm ndaj lokaleve të tjera, që unë nuk do ky lokali sot, sepse 10 veta janë elmuar në një tjetër. Por, dhe unë çuditesha në fillim që pse duhet të mbaj unë përgjegjësinë, sepse sigurisht prindrit jo sa ashtu po vinin me ato pikpyetjet e tyre, po mirë çfarë bëhet me ato mirëdashje, nëse shkojmë shumë mirë me prindrit, po s'pate besim, po s'pate marrëdhënie të mirë me prindërit, ti nuk mund të funksionosh më. Pra është besimi, këtu në radhë të parë është besimi. Eda, në fakt Ministrisë së Arsimit do i sugjeroja që të ndërtojë një shtab kontrolli për qerdhet dhe kopshtet në Shqipëri dhe drejtoresha e këtij shtabi të ishe ti, sepse në mendimin tim, jo se je para me në një intervistë, je njeriu më perfekt, më i përgjegjshëm dhe më i dedikuar ndaj kopshteve, ndaj jetës dhe ndaj ushqimit të fëmijëve, sepse unë e di fort mirë nga gjatë bashkëbisedimit se sa ke bërë. Unë të falenderoj shumë, Joy. Megjithatë, duhet të themi diçka. Pra duhet një kontroll, Eda. Po, duhet një shtab ose një komision që kontrollon gjithçka në qerdhe dhe kopshte në Shqipëri. Vetëm diçka dua të cek, që fëmijët e brezit alfa që janë tani që po rriten, brezi alfa, janë fëmijë të cilët janë rritur, pra si të thuash, edhe stafet mësimore dhe stafet e edukatorëve, të mësuesve më tej në shkolla kanë ndjejnë vështirësi, sepse janë fëmijë që janë disi të rritur me shumë përkëdhelira, që ju plotësohet gjithçka, që prindrit nuk njohin kufi
kufi, që prindrit i japin një liri të jashtëzakonshme. Pra, ti sugjeron që prindrit duhet besojnë më shumë, a? Unë i sugjeroj prindërve dhe prindërve që kam i këshilloj si një prind që jam vetë që kam rritur fëmijët. Besoni më tepër. Jo vetëm besoni më tepër, por në mënyrën se si ata i rrisin fëmijët, të jenë pak më të lirshëm ndoshta dhe më ata të tregojnë çik më shumë autoritet si prindër, sepse lirshmërinë ja japin me pa kufi fëmijëve të sotëm. Autoritet, jo lirshmëri, e kishe fjalën. Pra, kam fjalën që të vetë si prindër të jenë pak më autoritar, pra jo të vendosin fëmijët për gjithçka. Un kam prindër që më vinë në mëngjes edhe thonë që nuk erdha dot sepse fëmia im vendosi të mos flinte mbrëm natën, po fjeti në orën 1. Kjo nuk duhet lejuar. Ose e kam sill me këtë rregull dhe disiplinë. E kam sill me këtë fustan sepse fëmia nuk dëgjoj, nuk dëgjon të vesh tuta, ndërkohë që në ditën e kopshtit duhet të vishësh sa më thjesht me tuta. Unë shikoj që ti nuk pushon së folur për dashurinë për kopshtet, por labirint në tru do të zbuloj 3 labirintet tuat për nga 1 minutë. Kush është Eda në jetën e përditshme me dashurinë, veshjet dhe daljet televizive? Unë jam në fakt jam një njerëz që e kam të brëndshme, që kur ngrihem në mëngjes unë jam duke qeshur. Buri im në fillim çuditej, sepse unë ngrihem edhe kërcej. Për mua çdo ditë e re është një fillim i ri, është një fillim i lumtur. Unë e shoh një ditë si një gjë shumë të bukur dhe ky motiv mua më çon gjatë gjithë ditës. Pra veshjet që bëj i zgjedh një ditë përpara, nuk janë asnjëherë të rastësishme. Kam menduar dhe shpesh miqtë mi më thonë, po si ke kohë ti bësh ti të gjitha këto? Si ke kohë të se edhe në shkollë, për shumë tani që po ndjek, jam në master, jam shumë mirë, jam një studente shumë e dhënë. Juve e dini shumë mirë këtë gjë, sepse kur studioj them të lutem, mos më ngacmoni se edhe familja e di. Kur diskutojmë temën ti je duke studiuar dhe pikë. Kështu që të gjitha këto i bëj po vetëm me dashuri dhe me dëshirë. Nëse ti bën gjërat me dashuri, ky është çelësi i suksesit mendoj unë. Atëre për një përgjigje 1 minutë, kush janë? Po pa rezerva këtë do thuash, 3 misionet në të cilat shkon më me dëshirë në Shqipëri. 3 emisione? Po. Quhet emisioni Labirint në tru, apo patjetër se shihyti. Atëherë, dashuria ime e fundit është si të thuash fëmia yt, sepse unë e quaj fëmijën tënd dhe e di për kushtimin tënd kaq të madh dhe të respektoj në maksimum për gjithë të dashuri që ti ke për këtë dhe inspirohem nga ty. Pra është podcasti Labirint në tru, i cili prek tema dhe kam takuar personazh. Nuk e di ana lejojnë regjisorët, por dua të thuash dhe 2 emisione tjera. Le t'ju bëjmë reklam, nuk ka gjë. Edhe po të jetë jashtë Top Albania Radio edhe jashtë Top Channel, përsëri unë do pranoj. Sigurisht që në Shqipëri ka moderator të jashtëzakonshëm, të cilët i vlerësoj shumë. Nuk e di nëse lejohet, po nuk ma do mendja që të lejohet, kështu që je shumë e kujdesshme, nuk do të bësh publicitet. Je jashtëzakonshme. Atëherë, 2 fëmijët e tu për një përgjigje 1 minutëshe, çfarë vendi zën në shpirtin dhe në labirintet e trurit tënd? Tani më ke kapur në pikën më të dobët. Shiko, e them shpesh, nuk do jem kjo që jam, nëse nuk do kem atë 3 time të cilën e kam në zemër, im shoq dhe 2 fëmijët. Pra, lumturia jon ose lumturia ime tridimensionale, lumturia ime është e tillë sepse zgjohem në mëngjes edhe i kam ata. E di që janë mirë, faleminderit, jam një mama e realizuar, e plotësuar. Kam 2 fëmijë që i dua shumë, jam të mrekullueshëm, janë të rinj tashmë dhe im shoq i cili është gjithmonë atje. Me pak fjalë është duke të propozuar martesën e 5 bashorti Edës. E di. Atëre Eda Bano, je një person i mrekullueshëm që jam njeriu më i lumtur në botë që ndërtova podcast Labirint në tru me ty. Jo më kot je përballë meje sepse ke vlerat e jashtëzakonshme, por emisioni Labirint në tru nuk mund të rri pa të ndëruar nga Enzo Atini një palë syze dhe tashmë një portret për kopshin princi lumtur që ta dorëzon. Të falenderoj shumë, edhe unë falenderoj që më ke bërë pjesë të Labirintit në tru, sepse ti mund ta bëje vetë. Kështu që je shumë e çmuar për mua. Pa ty se bëja dot. Faleminderit Enzo Atini. Më në fund erdhi dhe mua rada të provoj dhe të shoh syzet. Ti e ke vënë re se sa lumtur bëhem sa herë ju dhuroj dhuratë. E kam vënë re, edhe të kam thënë kjo është një lumturi 2 fish. Vetëm do të japësh dhe të shpërndash.
Sa të shkojnë Eda, ti ke zgjedhur me kujdes, ti je zakonshme. Shumë faleminderit për zgjedhjen që ke bërë. Po kemi edhe një dhuratë tani nga bashkëmoderatori ynë dhe kuratori vizual. Faleminderit Endri, i cili flet pak, por është njeriu më jashtëzakonshëm që jep plotson panoramën e bukur të. Endrin që kur e njoha i thash je një djalë shumë i veçantë, sinqerisht. Është një djalë i veçantë, është një djalë me vlera dhe them u shtofshin djemt si puna e Endrit. Sa të shkojnë syzet dhe portreti. Faleminderit. Ky ishte podcast Labirint në Tru në Top Albania Radio, drejt të këndshme për gjithë shqiptarët. Faleminderit që na ndiqni, na klikoni dhe na pëlqeni. Jemi në muajin e dytë të Labirint në Tru akoma dhe do kemi tema shumë interesante në vazhdim.